Të të kërkoj një ndërmi po patë no. Do vishtu në takosh në një ditë dhe nga shtëpia këto në poshtë. Në teatrin Mbyllës, një premierë e veçantë ka bërë që qyteti i Fierit të bëhet qendra e artit dhe e kulturës. Komedia Djem të Vezullues nga Neil Simon ka sjellë në skenë një histori tërheqëse dhe plot humor. Kjo shfaqje është drejtuar nga Roland Minga dhe ka një kast të shkëlqyer me aktorët Astrid Hasani dhe Artan Islami, që janë protagonistët e kësaj komedie të paharrueshme. Ajo që është e veçantë në këtë shfaqje është se pavarësisht humorit, ajo bart mesazhe të fuqishme dhe të thella mbi jetën dhe karakteret njerëzore. Roland Minga, regjisor i Teatrit Lorës dhe i kësaj pjese Djem Vezullues. E kam kënaqësi gjithmonë të vi në Fier, madje atë po diskutoja edhe me aktorët pak më parë, më duket sikur jam në shtëpinë time në Fier. Gjithmonë e kemi ndjerë veten kështu. Fierin, spektatori i Fierit na ka pritur vazhdimisht, na ka pritur mirë dhe ne japim me kënaqësi shfaqjen në Fier. Djem të Vezullues është e një autori amerikan, Neil Simon, një shfaqje e cila e thjesht shumë komunikative, por me mesazhe të fuqishme, dhe unë kam theksuar para së gjithash me mesazhin e miqësisë. Dhe në botën e artit ata janë dy aktorë, protagonistët e shfaqjes janë dy aktorë të cilët janë mëritur me njëri tjetrin gjatë viteve, por për hir të artit, për hir të shfaqjes, ata i lënë me janë këto dhe para së gjithash prevalon miqësia. Ajo çfarë e bën këtë shfaqje interesante janë edhe aksesorët e saj të domosdoshëm. Në fundit teatri është aktori. Aktori protagonist në këtë rast është Astrid Hasani, një figurë familjare për qytetin e Fierit, aktor me përvojë, i cili ka krijuar një figurë shumë interesante, shumë realiste. Artan Islami, aktori i Teatrit të Vlorës, aktor një personazh sfidues për moshën e tij. Djem të Vezullues janë dy aktorë që pas një periudhe të gjatë takohen përsëri në moshën e pjekur. Ajo që nënvizon kjo komedi është se ndërsa periudhat e suksesit janë të shumta, ndryshimet në natyrën njerëzore dhe karakterin e individëve mbeten. Djaloshët të cilët dikur ishin të shkëlqyer, tani përballen me një realitet tjetër, më të vështirë dhe më të thellë. Të dy aktorët kryesorë sjellin një performancë të shkëlqyer që ngjall emocione të ndryshme tek publiku, duke i bërë ata të mendojnë për jetën e tyre, për pishmanët dhe për pasionin që ndjekin. Unë, Astrid Hasani, në komedinë e Neil Simon, jam në rolin e Willie Clark, i cili përfaqëson një pensionist. Vepra është amerikane, por gjithsesi është një paralelizëm i thjeshtë dhe i kuptueshëm edhe për pensionistët për moshën e tretë këtu në Shqipëri. Fakti për të cilën e morëm këtë vepër, që mori dhe regjizori, ishte njëra nga arsyet është paralelizmi me jetën tonë, të tanishme, sidomos të moshën e tretë pensionit. Unë dhe kolegu im. Morali i veprës është për këta pensionistë që pak a shumë janë si të abandonuar, jeta ka bërë të vetën, jeta është e zhurshme, e vrullshme, fëmijët janë larguar, këta kanë mbetur vetëm, ka qenë aktor, është për edhe unë edhe kolegu im të dy jemi aktor në personazh, aktor tashmë në pension, por gjithsesi nostalgjia për vitet që kanë kaluar i thërret gjithmonë edhe duan të kthehen gjithmonë në të ardhmë. Ju sa keni ndjerë personalisht këtë rol, domethënë në përputhje edhe me realitetin tonë shqiptar që shpeshherë t'i ofron ndoshta pa dashje këtë rol edhe në jetën reale. Qartë. E mora me qep, me thënë drejtën, sepse edhe unë jam në këtë dyzimin që mos të pranoj moshën. Prandaj dhe e mora me qep se thashtë më përshtatet. E vuj dhe unë këtë dilemën, domethënë, ose këtë abandonimin për hir të së vërtetës, mos të jem qik në realist, unë kam punuar edhe këto vite, sigurisht kam punuar me intensitet, por gjithsesi flasë edhe për kolegët e tjerët. Prandaj dhe e mora me qef, sepse thash të përcjellim dhe një moral dhe një ide të fuqishme që fundit janë të qëndësishëm, janë të domosdoshëm dhe brezit tret edhe moshat që tashmë kanë kaluar mbi 70 dhe janë të qëndësishëm për të qenë në skenë, sepse kemi parë dhe kolegë si kolegët e vjetër, jo Bernanika, jo Viktor Zhusti, dhe gjithë kolegët e mi, do më thënë që janë mbi mosh tani që shkëlqejnë kur fillojnë që lozin përsërin teatri dhe janë një shëmbulltyr dhe janë pikë referimi, janë një semafor një qik për gjithë brezat e rinj. Skenografi të realizuar nga Drini Shehu dhe muzikën e Artur Dhamo, Djem të Vezullues është një shfaqje që na kujton
se arti dhe komedia mund të kombinohen për të sjellë mesazhe të fuqishme. Performanca e aktorëve si Alba Shtumbari dhe Matilda Avduli ka shtuar shumë ngjyrë dhe energji në këtë shfaqje, duke bërë që audienca të aplodojë vazhdimisht. Komedia ka sjellë një copë realiteti amerikan në Shqipëri, duke i dhënë asaj një ngjyrim të veçantë dhe duke përfshirë pasionin dhe dashurinë për profesionin e aktorit. Në fund ajo na bën të mendojmë për të kaluarën tonë dhe për natyrën e jetës që na bën të qeshim, por gjithashtu të mendojmë.